Me këtë vetur çdo ditë nga Prishtina niset për në Ballaban. Muharrem Zeneli, që 24 vjet, gjenerat pas gjenerate, bart nxënësit e këtij fshati të Prishtinës nga shtëpia në shkollë dhe anasjelltas. Me buzëqeshje e emocion, kalamajt e presin tek shtëpia. Tashmë, Muharremi është bërë shok i rrugës për ta. Por rruga gjarprore rreth 4 kilometra që shoferi së bashku me nxënësit bën, është gati e pakalueshme e shumë e rrezikshme nga ngricat. Ndonse me shumë qeve bën punën Zeneli haptazi, përmend vështirësitë sidomos kur vije stina e dimrit. Gjithë me qëto vështirësitë, siç po shihni edhe vetë, sidomos koha e dimrit, pas sinxhir, ka është problem me dalë, e patë edhe vetë, kjo po shihet. Gjithmonë në jetë ka i thes 2 kryp rezervi mojnë për këmbje e patë edhe vetë. Vështirësi shumë, një rrugë shumë e pa rregullume. Thamë thjesht që lagjës rreth Koceri është ananshkaluar me këtë rrugë. Gjithkohë kanë marruar rrugën, s'është që s'kanë marruar rrugën në fshatin Ballaban, po lagja rreth Koceri është e ananshkaluar. Aty ku ka nevojë më shumë të mu investuar në infrastrukturë dhe në rrugë, është e ananshkaluar. Ai ka një përshkrim interesant për rutinën e tij ditore, së cilës ju bashkua edhe ekipa e Kiks Kosovës. Ngjitja deri në pjesën e lartë të fshatit vozitësit shpesh i merr kohë, e për këtë ka një arsye. E kryj mësimin, e marr apet, e bie, do të sinxhiret, tash se të bien rrafsha dy poshtë, duhet më hiq sinxhirt. Ka dhe për kënena ja apet më dal, do të më ngjit sinxhirt. Apet kush dish në më ngjit sinxhirt, do më dita shkaj hiç sinxhirt në gjithë sinxhirt. Mosmirëmbajtja e borës e ka bërë rrugën pjesë pistë patinazhi. Rrugë kjo që Muharrem Zeneli e bën 2 herë në ditë, për çka edhe pa hezitim shpreh frikën. Po sidomos kohës dimrit kur shkoj në Auckland, normal që edhe unë kam frikë, se vetë mia. Edhe unë kam frikë. Po mirë, po nuk ka ndodhur diçka hala deri sot. Kemi kaluar mirë, kam dhënë zoncat mirë janë. Se ajo rrugë është e rrezikshme, e pa edhe vetë ekipa e Kiks Kosovës, ku për një çime floku i shpëtoi ngritës së akullit. E kjo fal shoferit i cili e pësoi teksa tentoi të ndihmonte ekipën tonë. Po këtë ne këtë orshite se thim në akull. Po peshen edhe vetë. Kompania do të me thirrës disa herë, po me qelë këtë rrugë. Po mbi të gjitha kryp nuk qëtë heq, peshemni. Me qitë kryp, besoj që kjo akull nuk i shkon. Kështu që kisha apeluar edhe te kompania ose te komuna, le të kenë pak mëshirë, të qesin do kryp, bile sidomos kjo për pjesa dhe nkryet atje, na lehtësohet edhe neve transporti. E për familjet që kanë shtëpit në kodër të Ballabanit, ai tregoi për sfidat në të gjitha stinat. Dimni vështirë, verës kur është koha e mirë, plohën i madh, vjeshta ku bie shi, llëqi madh, apet në të në mënyra do me onë, është një rrugë shumë e anashkaluar. Atmosfera në kombi përgjatë rrugës së bashku me nxënësit është shumë e mirë, andaj siç thot shoferi, është në gjendje që edhe nga mesnata të niset, vetëm që fëmijët të mos vonohen në shkollë. Po, një atmosferë shumë të mirë, më bëjnë të nxënësa që shtin edhe në gjysmë natës më nis e me ardh, mos më vanu. Shumë nxënësa të mirë janë, të dukum. Vonesat e vazhdimit të kontratës i ka të përvjetshme Zeneli. Ai shpreh se është mësuar me neglizhencën e komunës. Kemi nuk kanë qenë probleme, po këto janë problemet komunës. Vanimi i tyne, thjesht thamë që jo vetëm këtë vit, po për çdo vit e kanë vanuar, ta dinë mirë kur i del kontratës, edhe dinë mirë sa merr kohë, shpallet e nderit, ankesat. Po me gjithse për çdo vjet, që 24 vjet, kur një vjet nuk e kam bo me kohë. Gjithmonë e jetë kemi pas vonesa. Arsyet e komunës, ata mujë me thonë vetë, nuk dinë më pse. Si pasojë mos vazhdimit të kontratës së shoferit, nxënësit nuk vijuan mësimin 2 javë. Shenjë proteste kjo e një prindi të jetë të zhgënjur.